Shikues të nderuar televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin Diaspora Shqiptare dhe Vendlindja. Sot do të flasim për komunën e Tuzit, do sillim disa informacione dhe për të folur për këtë temë, unë kam ftuar profesor doktor Anton Laçaj, njihet në komunitet, është një person I cili është I lidhur jashtëzakonisht me diasporën, me aktivitetet e tyre, edhe pse akademik ai merr pjesë në çdo aktivitet çdo niveli qoftë tut, por kur është me interes për komunitetin, është njohës I mirë I politikës shqiptare, jo vetëm trevat atë ku jetojnë shqiptarët, por edhe në vendet pranë emigracion. Dhe mendoj se do të sjellim një informacion me interes, po pse jo të jetë edhe një temë e hapur dhe për të ftuar të tjerë. Doktor, mirë se ke ardhur. Mirë se u kam gjetur, faleminderit për ftesën. Faleminderit, ju gjithmonë keni qenë I gatshëm për të bashkëpunuar me mediat dhe unë ju falenderoj. Edhe kjo është një vlerë e shtuar edhe për juve, por edhe një përfitim për komunitetin shqiptar. Kënaqësia ime është. Qysh nga viti 2018 komuna e Tuzit administrohet nga shqiptarët. A është shfrytzuar ky moment historik në favor të shqiptarëve në lartësinë e dur, apo mundet që të shkojmë edhe në disa fenomene të cilat I kaloi Kosova mbas vitit 2008 kur fitoi pavarësinë? Në radhë të parë duhet njëherë t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj shumë për ftesën, pyetja dhe tematika që keni zgjedhur për të diskutuar sot, mendoj se është shumë e qelluar. Është shumë pyetje e rëndësishme dhe vërtet është ndoshta edhe nevojë për të diskutuar për këtë çështje. E dim se që nga koha kur Kosova në vitin 2008 shpalli pavarësinë, ka qenë dita ma e gëzuar për të gjithë ne shqiptarë dhe për të gjithë dashamirësit e kombi shqiptar, aleatët e cilët edhe kanë bashkëluftuar për të arritur deri në atë ditë, por normalisht se ne si shqiptar, kur arrim një qëllim dhe gjejmë domethënë kemi një pikë të caktuar, aty është diçka që ndoshta neve stagnojmë sepse harrojmë të kalorëm shpejt dhe mendojmë se çdo kush e ka detyrim të na ndihmojnë dhe të jenë me ne në rrugën për të zhvilluar, për të krijuar, për të formuar shtet. Mendoj që edhe vetë Kosova, domethënë ndoshta nuk e ka haxhuar ose shpenzuar energjinë e duhur mas vitit 2008 për të vepruar në formulimin dhe në formimin e shtetit dhe për të arritur qëllimit dhe për të arritur mirëqenien e popullatës që jeton aty dhe normalisht për të çuar amanetin e të parëve dhe atyre që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Megjithatë, do të them se janë në rrugë të drejtë dhe të mbarë dhe shpresoj besoj se çdo ditë dhe çdo vit më shumë do të jem më të angazhuar si shqiptar në këtë pikë dhe si rrjedhoj nuk duhet harrojmë të kaluarën, sepse nëse harrohet e kaluara, historia dhe përsëritet. Do të lidhem këtu për të përgjigjur pyetjes tuaj, shumë e vërtetë se në mars të vitit 2018 komuna e Malësisë, gjithsesi komuna e Tuzit, u bë komunë e pavarur gjithsesi me vete, si të gjitha komunat tjera në Maltezi, mbas një përpjekje jashtëzakonisht të gjatë, pra çështja e kthimit të komunës së pavarur nuk ka qenë as një vit as dy, ka qenë me dekada, gjenerat mbas gjeneratet, sepse komuna dihet se ka humbur statusin në vitin 1957. Shumë e vërtet se në vitin 2018 ishte një angazhim jashtëzakonisht I madh edhe I vendasve, por edhe I diasporës, gjithsesi shqiptarëve jashtë Malësisë, që jetonin në vendet ndryshme si në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si në Evropë, të cilët u aktivizuan për të ndihmuar, domethënë realizimin e këtij projekti, pra realizimin e një komune të pavarur. Ka qenë me të vërtetë një gëzim shumë I madh për të gjithë ne, ka qenë një gëzim shumë I madh për të gjithë shqiptarët dhe gjithsesi qytetarët që jetojnë në atë komunë. Por nëse mund të them, domethënë mund ta them që siç e thash, ishte me lidhje me çështjen e situatës e Kosovës, ne shqiptarët vërtet gëzohemi nga një arritje, por në atë arritje mbetemi ndoshta jemi shumë të liruar nga ai
presioni sikur tani nuk na duhet të punojmë aq shumë. Është një thënie shumë e qartë për të sqaruar më lehtë këtë çështje, themi ne në malësi, për të mbill fiq dhe për të zënë miq, është shumë e lehtë, por është vështirë për t'i mbajtur ata. Pra, u arrit çështja e realizimit komunës bas asaj pune dhe energjie jashtëzakonisht madhe, por çka duhet, domethënë, dhe çka është qëllimi, është që ajo komunë, domethënë, të tregojnë vetveten se ka qenë e qëllimshme dhe ka qenë e dobishme kthimi i komunës pavarur dhe kthimi i pushtetit të partive shqiptare në komunën e Tuzit. Normalisht se në çdo punë ekziston e mira, shumë mirë dhe shkëlqyeshëm dhe akoma më mirë, dhe besoj se nuk mund të them se nuk kanë bë aq sa kanë mujt. E di se ka qenë komuna në situatë shumë të keqe, edhe ekonomike, sepse dihet pushtetet e më përpashme, edhe qendrore, edhe lokale, faktikisht komuna e Tuzit e Malësisë vetëm kanë marrë interesat e tyre dhe investimet kanë qenë jashtëzakonisht të vogla. Janë përpjek aq më shumë, pak a shumë janë përpjek të punojnë, ta kthejnë, domethënë, investimet në infrastrukturë, në rruga, dhe të pak a shumë të ndikojnë në përmirësimin e ekonomisë aty në njerëzve që jetojnë atje, por akoma lënë për dëshiruar që mendoj dhe besoj se ka edhe mënyra dhe variante tjera të cilat mund të ndihmojnë dhe mund të ecin akoma dhe më shumë. Faleminderit për analizën, por do t'i kthejmë përsëri pak çështjes të Kosovës. Nga viti 2008 deri 2016 nuk u mor askush, as politikanës, diplomacia me njohjen e Kosovës si shtet. Pra, punuan deri 2008-ën, patën edhe probleme të tjera të cilat ishin gati si në gjumë, e kjo i përket periudhës Obamës, me të cilin shqiptarët nuk patën shumë kontakte. Është shumë interesante kjo periudhë e Obamës, nuk pati shumë çështje të cilat me shqiptarët neve t'i kujtojmë. Si e krahasohet kjo me komunën e Tuzit? Pra, nuk kemi qef të këtë ngjashmëri, po a ka mundësi që të tërheqim vëmendjen ose një diçka pra të zgjojnë nëse kanë probleme? Është shumë e vërtetë ajo që thoti. Pra, edhe ajo qetësi që u bën nga 2008-2016 në Kosovë, mund mendoj se faji është tek ne shqiptarët. Arsyeja sepse është faji tek ne shqiptarët është sepse duhet i kthejmë asaj që thash më parë, mas që ne arrisim tek një pikë, ne mendojmë se aty duhet të ndalohë. Përkundrazi, kur arrisim deri në një pikë, aty neve duhet të fokusohemi dhe të shtojmë akoma më shumë energjinë për të arritur edhe më tejna. Dhe ndoshta edhe kjo çështje, ne jemi shqiptarë dhe kemi mentalitet njëjtë kudo që jetojmë pak a shumë, por gjithmonë duhet, domethënë, mbas një suksesit, domethënë duhet akoma më shumë të angazhohesh për të realizuar projektet, sepse edhe pavarësia e Kosovës, edhe pavarësia e një komune ose çdo që tjetër në pyetje, kur realizohet pavarësia, aty domethënë fillojnë punët më të mëdha që duhet të kesh. Aty janë përgjegjësitë jashtëzakonisht më të mëdha të çdo pushtetari që është, domethënë, që nga kryetari i komunës, nga gjitha sekretariatet që veprojnë dhe çdo punëtor i cili është përfaqësues i popullit, gjithsesi është zyrtar që në emër të komunës apo në emër të shtetit vepron, duhet të kenë, domethënë, të marrin një përgjegjësi shumë të madhe, çka nuk ndodh jo gjithherë, nuk ndodh kjo sepse fatkeqësisht ka shumë njerëz të cilët pretendojnë gjithsesi shkojnë deri në atë pikë për të realizuar më tepër qëllimet e tyre personale ose për të ngritur në karrierë, se sa për të marrë me shqetësimet të cilët qytetarët e një shteti apo një komune i kanë të nevojshme. Dhe si e tillë, ky fenomen përsëritet faktikisht. Ky fenomen përsëritet, është përsëritur në Kosovë, është përsëritur në Malësi, është përsëritur edhe në Shqipëri. Për shembull, medaljen e Shqipërisë nga komunizmi, neve menduam për shembull se do ham, si e them ne, me lugarit, po faktikisht aty ka filluar puna më e madhe
që njerëzit duhet ta kuptojnë se pa punë nuk mund të arrihet asgjë. Dhe normalisht ato aktivitetet të tilla e kanë jetën e shkurtër dhe rezultatet shihen shumë shpejt. Ne mund të jemi shumë formal në letër dhe mund t'i paraqesim gjërat se duken bukur, por në realitet është krejt diçka tjetër. Po ashtu do të thirrëm në atë fjalën e urtë që thot nga thena në të berë është në mes një lumiter, ashtu diçka. Pra, Doktor Laçi Adonofali, do të kalojmë në publicitet. Shikues nderuar, shikojmë pas pak.